Nisja e sezonit veror, rritja e kërkesës për të blerë produkte ushqimore dhe pritshmëritë për numër më të lartë të blerësve kanë bërë që çmimet e produkteve si fruta dhe perimet të pësojnë një rritje të konsiderueshme. Rritja e çmimeve, e cila ndikon sigurisht më tepër tek pensionistët, si shtresa e popullsisë me të ardhura më minimale në qytet. Pensionistët tregojnë se çmimet rriten në çdo sin, ndërsa pensionet e tyre mbeten në vend, duke bërë situatën për ta të papërballueshme. Sipas tyre, sot nuk blejnë dot më mish, peshk apo bulmet, me pensionet që kanë dhe çmimet e larta që kanë shkuar këto produkte. Jo vetëm kaq, por pensionistët tregojnë se kurse në të blerë edhe në produktet elementare të shportës, të cilat i blejnë në sasi më të pakta, pasi nuk ja dalin dot ndryshe. Si është raporti pensioneve në raport me çmimet? Pensionet tona, pensionet janë zero. Ja qanë. Çfarë more? Qa mora 2 kg, as 2 kg moll, 1 kg gjysmë 2.000 lekë. Unë marë 260.000 lekë, kam punuar një njerë 24 vjetë. Që ke pension të konsiderueshëm në krahasim me të tjerë, se ka dhe me 260.000 lekë, unë kam punuar 39 vite punë. Në minjerë ke rezikuar 24 minjerë në tokë me malirë. E sot marë unë 260.000 lekë. Tulpi botës. Ndërkohë çmimet si janë? Çmimet janë më. Sa rrim do të marrim as 2 kg mish në muaj se ka vajt me 14.000 lekë. Qa do hamë? Pa po ulen? Qa do ulen? Ta po i ngrehen, nuk i uli. Kush pjet na për neve. Blen do të mish, djath, gjallë, kos? Blen do të fare ule, i thonë 12.500 lekë, 13.000 lekë. Si e zoti, si kalove? Mundem një pyetje. Si është raporti pensioneve me çmimet të produkteve? A i përballon dot? Me se të përballoj me 100.000 lekë që marrë unë pension? Së përballon. 75.000 lekë, gjash drita dhe ullë. Po? Logojiti, sa më kanë Do me nga vetë 30-40.000 lekë? 25.000 lekë. Vetëm për shtyr muaj. Kur me qati shty muaj? Blen do të mish djath? As mish, as djath blen do të me eto. Pa i hodhë, pak në të kalosh me bukë. Vetëm bukë? Do me thënë ty nga pensionit kam vetë akoma thoi se 1 kg gjysmë mish. Po, atë kam me pensionin e gruas, mas e do të dalim të ja. Me 130.000 lekë pension që marru, unë s'ja dal do të me ilaçe. Nuk ja dal, edhe burri u së murri vajti në Tiranë, kërkonin para, kërkonin. Jo në Tiranë, këtu në Vlorë që të më qonin, gjë taksim sa, që ta qosh burrin në atë. Ndërkohë, kur po hyrët e tregut pash, ndalove që pate frikë, edhe edhe në një frikë për të hyrë, Po. Pse? Përballon dot? S'kemi para. Blen do të mish djath? Hajde shiko frigoriferin tim, bosh të habitesh në frigoriferin tim, s'kam asë i gjë. Tani, jo, edhe këto, janë të plaka, punoj të plaka. Kur ka mjepe shkreta, kus ka smjep? Mba nënën? Pensionise, ja. Aja dhe jo lakra ka marë. Lakra ka marë, limonat i ka marë, se mi për tensioni, se ato lache që na japin të skaduara janë. I lache, të skaduara janë. Në Vlorë, me sa duket vazhdon ende një njëjti realitet, tashmë një orë ndër vite, që në vend që të rriten pensionet apo baza ekonomike e qytetarëve, rriten në çdo sin çmimet e produkteve bazë të shportës, atyre produkteve të cilat për tryezat janë më të nevojshme.